Sot më 12 tetor 2025 në zbatimin sistemi hyrje-daljeve ES, një mekanizëm i ri digital kufitar që do të zëvendësoj vulat manuale të pasaportës me regjistrim elektronik në kufijtë e jashtëm të 29 vendeve europiane. Sistemi do të regjistrojë të gjithë shtetasit jo të BE-s që vizitojnë zonën Schengen për qëndrime të shkurtra deri 90 ditë në çdo periudhë 180 ditore. Kjo vlen si për mbajtësit e vizave ashtu dhe për udhëtarët e përjashtuar nga viza. ES do të mbledh imazhe të fytyrës për të gjithë udhëtarët, gjurmë gishtash vetëm për udhëtarët e përjashtuar nga viza, informacion biometrik i pasaportës, datat dhe vendet e hyrjes dhe daljes. Fëmijët nën 12 vjeç janë të përjashtuar nga marrja e gjurmëve të gishtrindve. Gjatë procesit, udhëtarëve u bën 4 pyetje të detyrueshme, duke përfshirë konfirmimin e adresës së tyre dhe verifikimin e burimeve të tyre të mjaftueshme financiare për të mbuluar qëndrimin e tyre në zonën Schengen. Zbatimi do të jetë gradual, vendet kanë kohë deri në 10 prill 2026 për ta vendosur plotësisht sistemin në zbatim. Gjatë kësaj periudhe tranzicioni, disa kufiq mund të përdorin ES, ndërsa të tjerë vazhdojnë me vulat e pasaportave, lajmëron zyra e vizave Schengen. Ndërkohë, 3 vite është koha e ruajtjes së të dhënave të marra gjatë kalimit kufitar.